Mirë se erdhët në kuzhinë. Mirëmëngjes, zonja Vjolca. Mirëmëngjes, Katerina. Do bëjmë gjërat mira me çokoladë. Pra, shumë si do ti. Me çokoladë pra më në fund. Një tartë me dardhë. Shumë e mirë. Me dardhë, me çokoladë. Kemi këtë çokoladën si pikloti. Me rikota. Kombinimi mirë. Me gjëra. Se kam provuar asnjëherë, dua ta provoj. Kam lexuar ndonjëherë kështu po. Atëherë 4 kokra vezë, se këto i kishim nga kutia e parë, edhe një tjetër. Hapim kutinë e re me vezë të rejas. Ku e kemi? 4 vezë. Trazojmë që këto vezët. Do jetë kështu e shpejt kjo, apo do e kalojmë edhe me këtë, apo vetëm? Edhe me atë, edhe me atë. Edhe kjo, gati e kemi. Po, do bëjmë me dardhat? Do të qerosh. Fillimisht njërën. Një darë, do na qerosh e do na i presësh në kubik me brinjë 1 centimetër. Në rregull. Ja ta bëj kështu. Po çik si holl, jo kështu trash, shisa trash qeron. Me zonja Vjolca se del më e bukur. Jo. Më holl. Si vërtet? Po holl është me zonja Vjolca ja. Shiko, patatja, karota, dardha, çdo frut, sa ma linjër që lëkura ka vlerat e veta, por ne nuk do e edhim brenda se ashtu duhet, por sa ma afër lëkurës tjetë, aq më vitamina ka. Edhe qepa. Edhe qepa, o qepës unë ja heq gjitha të shtresë. Heqim atë, jo e ke gabim? Se them është më mirë kështu, më e pastër. Shtresën e parë. 200 gram sheqer. Në kalosh këti? Po, do t'i rajmë së bashku derisa sheqeri të shkri. Zgjidheni sheqerin që t'jetë sa më i imët. Dhe kjo proces kalon shumë thjesht. Nëse sheqeri është i trash, atëherë do një kohë më të gjatë që të shkrihet. Ja, këtu bëhet rekur, të pjesa e miellit gjithmonë bëhet ajo reja. Me gjiro sa më të avashta. Mirë, e shohim pa grafikën bashk, lexojmë çfarë na duhet. Ja ku e kemi, do të bëjmë tart me dardha dhe me rikot dhe çokoladë. Çfarë na duhet? Na duhen 4 vezë. 200 gram sheqer, 80 ml vaj vegetal, 200 gram rikot.
Na duhet gjithashtu 330 gram miell, të cilin duhet ta keni situr përpara për një rezultat më të mirë. Do të vazhdojmë më tej me pluhurin pjekës. Na duhen rreth 16 gram ose saktësisht një pako pluhur pjekës. Tani dardat, një prej tyre do ta presim me kubik atë që bëra unë, dhe pastaj 2-3 dardat do t'i bëjmë me fetat holla që me siguri prap do t'i bëj unë. Po, themi 2-3 për arsye se nuk e di matësinë e dardave. Matësinë e dardave, po. Dhe kemi gjithashtu edhe një lug çaj, sheqer për spërkatje. Këta janë përbërësit. Marim qërëm dardat. O zonja Vilca, po pjesën e fetave dhe këto duhet heq lëkura apo t'ja lë lëkura? Se fetat e pa lëkur. Vjen keq, po pa lëkur. Po. Tani, marim një luk druri. Ja, zonja Vilca. Një luk druri këtë Të parën. tjetër. Jo, se kjo është pak si e vogël. Këtu. Bravo, si e gjeta. Këtë të parën, ja kështu e gjeta. Kombinim shumë i veçantë është ky i dardës me rikot. Po. Se rikotën gjithnjë e mendojmë kështu me gjëra të kripura, Po apo jep ja? edhe pak si lagështirë aty. Ato copzat e çokoladës i shtojnë lezet. Copzat e çokoladës i shtojnë shijet mirë, e bëjnë të ëmbël, shumë të mirë. Unë zonja Vilca bëra prap nga ato biskotat me tërshërë në shtëpi. Po. Po kësaj radhe i bëra me kanel dhe me hurma arabie. Dhe? Sa të mira m'dolën. Nuk se di, mua së më prurë në një që ta provoj. Aty i kam, pastaj, kur të mbarojmë, i kam të tasi, të tasat e mi të shumët. Një dardë përfundon. Shkem të tjetër. Skak. Me gjitha të për fat mirë situata është goxha mbarë. Shpresojmë shumë të shkoj kështu. Të ecë mirë, se pushimet e verës do bëjnë të vetën. Një tepsi, kemi shtruar letër pjekje, anët i kemi lyer me pak vaj, i kemi pudrosur me një çik miell, dhe këtu tani do të hedhim brumin e përgatitur. Fetat e dardhës. Sa mirë këtu. Ua, dhe shumë rapis. Nuk ka gjë më të mirë në këtë botë.
Ashtu, ha? Për zotin, po. Të betohem. Këto duhen shumë të holla. Do ta mbulojmë komplet sipërfaqen me dardha kështu, me feta dardhash të holla. Sa e mirë. Do duket edhe bukur, po e shishme shumë me gjithë këto përbërësit. Dardhat do t'i spërkatim me... Ja. Me sheqerin që kishim në Po, recetë? me sheqerin, nëse ju nuk keni fëmijë të vegjël, mund t'i lyeni dhe me ndonjë rum, dardhat. Po jo të gjithë e kanë rumin në shtëpi, edhe unë s'kam rum në shtëpi. Afon me fund drejtën. Po, kështu që spërkateni vetëm me sheqer edhe jeni në rregull. Po e patët ama, Po e provojnë. patët, sigurisht që është. Kjo tava është ajo që mu hap mua dita? Po, Sa mirë. mirë që e kuptove. Ta marrë më me kujdes të paktën. Ta shojmë edhe njëherë grafikën, i lexojmë edhe njëherë përbërësit, çfarë na duhen për tartën që po përgatit zonja Vjollca, me dardha, me rikot dhe me çokollatë. Atëherë. Kemi 4 kokra vez, 200 gram sheqer. Na duhet dhe vaj vegetal rreth 80 ml. 200 gram rikota. Më pas kemi 330 gram miell, të cilin duhet ta keni situr përpara. Vazhdojmë me përbërësit e tjerë, një pako pluhur pjekës. Kemi 80 gram çokollatë zezë për më shumë shije, që shkon jashtëzakonisht shumë me dardhën. Më pas një dardhë të cilën do ta prisnim në kubik dhe 2-3 dardha të cilët do t'jenë në feta të holla që ne po përdorim tani për zbukurim, për dekor në sipërfaqe. Dhe e fundit fare është një lugë çaji për spërkatja, sheqer për spërkatje. Po, nëse nuk keni të tillë çokollatë, atëherë atë çokollatën e zezë që blejmë ne përgatim gjithmonë. E grim kështu holl, siç e grim ndonjëherë që vendosim sipër atyre gotave. Edhe vendosim vetëm brenda, jo sipër. Se nga kjo unë do të vendos edhe këtu në qendër. Do dali si lule? Po. Si lule dielli? Po. Shumë e bukur. E dinit juve që balenat pas kanë qumësht gjiri? Unë nuk e dija. As unë se di. Qumësht gjiri dhe e kanë me konsistencën e pastës së dëmbëve, pra jo të lëngshme. Të trash, Të trash si qumësht gjiri. si krem. Si mund, sa e çuditshme, shumë gjë e bukur. Magjia e natyrës. Po. Zbulon një e dy se çfarë ndodh. Po për fat mirë balenat po shtohen, kështu që janë shenja të mira të këtij pushimit që bëm ne me pandeminë. Mirë është mos bëjnë më eksperimente, se na vdiqën. Na hapin punë, do thuash ti, po pse eksperimenti ishte ky? Këndvështrim personal. Profesoresha këtu ka bindjet e veta. Edhe pak minuta na kanë mbetur. Edhe unë dhe pak sekonda mbaroj. Në rregull, jemi te 3 minutat e fundit. Mjafton. Kemi ndezur furrën. Furra është 180 80 gradë për 45 minuta. Të gjitha këto këtu do t'i hedhim në mes. Sa e bukur. Këto Ja gjejmë vendin aty në për në për fleta. to. Ja. Shumë e bukur. Që ti të hamë tepër frutë, tani marrim sheqerin. Sheqer është kjo? Po, sheqer. Ta vëm vetëm pak më në mes, Po. që ta shohë E regjia. vendosim kështu që të karamelizohet, lëngëzohet kjo. Këtë ta heqim, nuk në duhet. Do bëhemi gati pastaj për recetën tjetër. Dhe do të kesh shumë kujdes në mbajtjen e këtu.
këtu. Këtu, një dorë kështu, poshtë, edhe kjo poshtë, dhe nuk bie kur. Mos thuaj kur është një shprehje, zonja Vjollca. Sa di ta hapëm kurrë. Pritë ta nxjerr këtë se mos na digjesh. Mirë, po, se shisi jam, do t'i tregoj madje gjitha shenja do ja tregoj tani. Është për pa kujdesin tënde, urdhra. Kujdes. Kjo ishte pra. Pra pudogje? Po. Me gjithë të ndim që dhash? Më ka bishti. Shenja jam bërë, zonja Vjollca, dhe ti më thua mua... Atëherë s'ka problem. Shi, Që të mësosh. 3, 4... S'pas ke vënd mend të bëjnë qupë. Nuk e di do me vënd tatuazhe jam bërë. Nuk pas ke vënd mend. Jo, aty, në gjithë prap duart, ajo rjetat, ajo zgara e furrës. Atëherë në pjesën e dytë ne do të bëjmë një sallat me makarona, sallat vere, ushqim vere, se ka ardhur vapa. Po. Dhe përbërësit do të shikonin. Ne do vëmë vetëm tenxhere dhe mund të vendosim një çik makarona të farfalla që duan 10 minuta për të zier. Ti vëmë të ziejnë. Mund t'i vendosim çik se për të bërë një sallat, makarona duhen të ftohta, jo të ngrohta. Po, e vërtet. Megjithatë, mund t'i shplajmë me ujë të ftohtë, po prap, edhe pse i shplajmë, ato e mbajnë çik të ngrohtën, se duhet ndërprerë zbutja e tyre. Ne do t'i lëmë fiks 10 minuta aq sa është shkruar në etiketë. Varet nga kompania që ka prodhuar, me vezë, pa vezë, din ato teknologjinë me brumit, kështu që jo, nuk është taksative që çdo firmë e ka 10 minuta, dikush e ka 10, dikush e ka 8, bravo. Prandaj gjithmonë dhe në koment ne shkruajmë zirje makaronave, aq minuta sa është shkruar në konfeksion në etiketë. Ashtu është. Edhe ne sipas etiketës do t'i lëmë 10 minuta fiks dhe do t'i ftohim, domethënë. Mirë, atëherë shihemi vetëm pas pak. Do të shkojmë në publicitet, shfrytëzoni kohën për të bërë blerje për ofertën e ditës së sotme në BCTV. Mëtej do t'jemi këtu në kuzhinë në transmetimin direkt për të sjellë sallatën me makarona super të shijshme që do t'na tregoj zonja Vjollca. Shumë e shijshme në fakt është.